Për Blendi Gonxhen ka disa dosje të agjensive europiane për përfshirje të tij në aktivitete kriminale gjatë viteve 2002-2008 në Spanjë, ku arratis pas hapjes së digës së liçenit të Tiranës dhe në Itali e Greqi si emigrant. Dosje për Blendi Gonxhen ka edhe drejtësia shqiptare për afera korrupsioni e vjedhjesh gjatë detyrave në Ministrinë e Kulturës, në Bashkinë e Tiranës, Drejtorinë e Transporteve dhe si Ministër i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Prej 11 muajsh Blendi Gonxhen po vazhdon aferat korruptive si Ministër i Turizmit, Kulturës dhe Sporteve, duke firmosur vendime e urdhra në favor të ndërtuesve që po shkatrojnë dhe zhdukin zonat e mbrojtura natyrore, zonat arkeologjike dhe ato me objekte monumente të trashëgimisë historiko-kulturore. Prej disa ditësh pamfleti po publikon vendime abuzive, false e fiktive që ka firmosur ministri Blendi Gonxhen prej muajit janar 2026 deri më sot për lejimin e ndërtimit të resorteve, kullave, hoteleve dhe komplekseve me vila e pallate brenda kufive të zonave të mbrojtura natyrore, zonave arkeologjike dhe monumenteve të trashëgimisë. Një prej tyre është vendimi numër 189 datë 22 maj 2026 me objekt miratimin e raportit të kryerjes së sondazheve arkeologjike hartuar në kuadër të projektit të resortit multifunksional për banim. Hotel dhe shërbime 2, 3, 4, 5 kate mbi tokë dhe 1, 2 kate nën tokë me vendodhje në Bashkinë Sarandë me zhvillues subjektin TDT & Partners SHPK. Kompania në fjalë është në pronësi të Dajlan Avdiajt, figurë krimesh me disa dosje në Gjermani dhe bosi i rrjetit të basteve Apex e disa kullave në Tiranë me leje ndërtimi që i ka dhënë miku dhe ortaku i tij në hije Edi Rama. Për të fshehur vendodhjen reale të resortit gjigant me vlerë rreth 500 milionë euro dhe sipërfaqe 68 hektar tokë private e shtetërore, ministri Blendi Gonxhen ka deklaruar në lejen arkeologjike se resorti do të ndërtohet në Sarandë, pa cituar zonën kadastrale. Por zona gjeografike që ka fshehur Blendi Gonxhen zbulohet nga vendimi numër 22, datë 29 maj 2024 i Këshillit Kombëtar të Territorit i firmosur nga Edi Rama, që ka miratuar lejen e ndërtimit për resort në zonën e Kalasë Lëkursit në Sarandë nga kompania TDT & Partners e mafiozi Dajlan Avdia. Projekti i ndërtimit të këtij resorti është në tokën brenda kufive të zonës arkeologjike dhe zonës të trashëgimisë kulturore të Kalasë Lëkursit, që tashmë do të uzurpohet, shkatrohet e mbulohet nga themelet dhe objektet e resortit të mikut të Edi Ramës. Është lidhja në interesa mes Edi Ramës dhe ndërtuesit mafios Dajlan Avdia që ka detyruar ministrin Blendi Gonxhen të jap miratimin e lejes për ndërtimin e resortit, duke mashtruar sikur zona arkeologjike dhe e trashëgimisë historiko-kulturore në Kalan e Lëkursit nuk janë të tilla. Ai shtallës është vendimi i Blendi Gonxhes sa për të fshehur të vërtetën e krimit ndaj vlerave të trashëgimisë. I ka lënë gjoja detyrë ndërtuesi Dajlan Avdia të bëjë akt marrëveshje me firma të licencuara në arkeologji për të mbikëqyrur kryerjen e punimeve të resortit. Ndërsa në vendim thot, miratohet raporti i kryerjes së sondazheve arkeologjike që lejon ndërtimin e resortit, duke mashtruar sikur në zonën e mbrojtur rreth Kalasë Lëkursit nuk ka vlera arkeologjike dhe të trashëgimisë.